Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejtin në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë që janë duke udhëtuar dhe nuk janë përpara ekranit, mund ta ndjekin live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme, si një emision aktualiteti, do ndalojmë tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur në Sarandë vetëm përpara disa ditësh. Një 17 vjeçar goditet me thik dhe menjëherë është dërguar në spitalin e Vlorës, ku ka qëndruar vetëm pak, ndërkohë që masa e sigurisë për bashkëmoshatarin e tij është dhënë arrest shtëpie. Kjo ka bërë që vetë 17 vjeçari në shoqërinë e prindërve të tij, ditën e sotme të jetë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, me të gjitha faktet dhe provat që ai ka për ngjarjen që ka ndodhur. Sherri ka qenë për një vajzë. Se çfarë ka komunikuar autori me këtë vajzë, ne do të sjellim të gjitha provat vetëm pas pak, sa e madhe ka qenë plagosja e 17 vjeçarit dhe çfarë ka bërë që prindrit e tij t'i drejtohen studios emisionit Me Zemër të Hapur, të gjitha këto me një lidhje live të drejt për drejt nga Saranda. Fillimisht ndjekim materialin e përgatitur nga redaksia jonë e informacionit dhe rikthehemi në studio. Gjykata e Sarandës ka liruar 17 vjeçarin K. Cora duke caktuar ndaj tij masën e sigurisë, arrest në shtëpi. Cora u arrestua nga policia e Sarandës të njëjtën si autori i dyshuar i plagosjes me thik të 17 vjeçarit B. Kalemi, ngjarje ndodhur në rrugën Butrinti të Sarandës. Kalemi mori trafika në stomak dhe ije dhe u transportua drejt spitalit të Vlorës për mjekim më të specializuar, ndërkohë që Cora u arrestua. Në ngjarje ishte përfshirë edhe një person i tretë, shoku i Kalemit, i cili u shoqërua në komisariat për të dhënë deklarime. Kjo është ngjarje që do të trajtojmë ditën e sotme me mua në studio, avokatja zonja Teuta Shkëmbi, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jonë klinike, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Lidhemi me Sarandën, aty ku ndodhet e gjithë familja Kalemi, duke përfshirë 17 vjeçarin dhe prindrit e tij dhe i përshëndes në këto momente. Përshëndetje të treve. Përshëndetje. Në radh parë ju falenderoj për guximin e jashtëzakonshëm për treguar në një studio televizive hap pas hapi, duke pasur pranë edhe djalin tuaj, se çfarë ka ndodhur vetëm pak ditë më parë. Zoti Marcel, fillimisht do doja të dija nga ty, si është gjendja e djalit, sepse të gjitha fotot që na ke vënë në dispozicion provat tregojnë që gjendja e djalit është shumë e rëndë, apo jo? Është shumë e rëndë gjendja e djalit, më montorën ditën e tretë, nuk e pa fare doktorin në Vlorë. I tha Kalemi je mirë të dalës në orën 8:10 minuta. Nuk më zori ora 9, atje më ndolën për jashtë. Doktori nuk e pa fare, ku më çoni thashun të dalës, më tha, "Ma e di unë atë tu." E nuk u la të më, s'u ka dhënë as letër anjë, kam marrë vetëm këto letër kam marrë. Shiko, do doja të dija fillimisht, po, vetëm ato letër ke marrë. Po vetëm këtë letër kam marrë, kjo s'ka filmin e doktorit asgjë. Këtë e kam në polici i Vlorës. Mirë, ule pak se do kesh mundësi të flasim për atë dokument, por na duhet të dim detajet e para. Atëherë, ju si prindër, si e morët vesh plagosjen e djalit tuaj? Fillimisht ndalojmë këtu. Ki është sheri i dytë se është bërë, nuk është i parë. Është sheri i dytë, sheri i parë kur ka ndodhur? Në data 22 mars. 22 mars. Dhe ndërkohë, sheri tjetër ndodhi pas një jave. Në datë 27 mars. Po pra, ndodhi pas 5 ditësh. Tani, kur ndodhi sheri i parë, ku keni kërkuar ndihmë ju për djalin? Aty na gënjeu djalit e ata i kishin bërë persone në familje, na tha të vërtetën rash nga shkalla pa djalin. Ku i kishte marrë plagët e para? Në kokë, 3 leva. 3 leva në kokë. 3 leva në kokë. Pra, shenjat që shfaq regjia në këto momente ku djali yt duket i plagosur në kokë, janë shenjat dhe goditjet e datës 22 mars. 22 mars. E me thik, me bishin e thikës i vini nga kokë. E kuptoj. Ndërkohë, do doja të dija, sheri midis autorit edhe djalit tënd, përse ka nisur? Ka nisur, djalit tim ishte në xhiro me shokët, dhe kalonte një pembër aty, e qeshtë, e i thot djalit, "Çka ka kjo se qeshtë?" Nuk e din thonë ata çunat. Kjo mori të dashin e saj në telefon kur e gazmon, por nuk ka gazmin e fare fermë.
Nuk është gasmuar për. Pra, djali yt edhe vajza nuk njihen. Jo, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Me këtë vajzë djali tim s'ka lidhje fare, a shoku djali nuk ka lidhje fare me këtë vajzë. Pra, djali dhe shoku nuk ka ngacmuar vajzën e cila ka kërkuar edhe mbrojtjen e të dashurit të saj. Po, nuk ka lidhje fare djali me vajzë. E qartë, vajza për cilën është edhe molla e sherrit mes adoleshentëve, a mund të më thuash ka dhënë denoncim në polici që djemt nuk e ka ngacmuar? Jo, as të kanë kapur vajzën, as nuk e ka marrë në pjetë asgjë, ku pa shumë e lirë. Vajza është e lirë dhe nuk është marrë në pyetje, thoni ju. Pare, nuk është marrë në pjetë. Aktori dytë, se ka goditur djalin në datën 22 mars, nuk është kapur fare, ka vajtur, ai ka vajtur pas 3 ditë se goditën e dytë, tani ka vajtur, e ka quar e ema në policinë, që s'ku policat e Sarandës. Pra, zoti Marsel, për gjithë ata që po na ndjekin sepse po bëhet pak në muj biseda jonë, data 22 dhe 27 që kanë goditur djalin tuaj kanë qenë 2 adoleshentë të tjerë që s'kan lidhje me njëri tjetrin dhe janë ngjarje që s'kan lidhje me njëri tjetrin. Janë të njëjti persone. Janë të njëjti persona. Pra, i mituri me mbiemrin Cora e ka goditur dhe me datë 22 dhe me datë 27. Po, a e ka goditur me thikë në datën 22, me bëllën e thikë në kokë, tjetëri me leve, i ka rënë 3 leve. Pra, Cora ka qenë i shoqëruar edhe nga personat e tjerë, me leve dhe me thikë, thoni jo? Po, me leve dhe me thikë. Edhe në datë 22 edhe me datë 27? Në datën 27 nuk ishte kishe e goditi me leve në datën 22 mars. E qartë. Ka qenë i vetëm Cora me datën 27? Atë nuk e di mirë. Po biseda me datën 22, ka mbetur e pas jaruar mes adoleshentëve për këtë vajzë? Po, e pas jaruar ka qenë, u dua kamera të hapin të datës 22, ka 4 ditë se vete këtu në shtetin e Sarandës. Djali dhe shoku i tij, a i thanë 2 djemve të tjerë që nuk e ka ngacmuar këtë vajzë? Po, i thanë, s'kemi punë me vajzën, mos ziremi kot si koti për një thëmbër se s'kemi punë. E qartë, me gjitha të unë dëgjoj edhe zonjën në fakt që fletë vazhdimisht, ju lutem ta respektojmë transmetimin të mbaroj njërë me zotin Marsel dhe mund shkoj edhe ke bashortja juaj, o të flasi njëri, o të flasi tjetri. Në qoftë se nëna ka të dhëna më tepër se sa ju, mund t'ja kaloj fjallën dhe asaj. Ka e nëna, se djali japet më shumë e nënën. Djali hapet më shumë e nënën. Mirë, atëherë, kaloj pak e nëna të kuptojmë ngjarjen dhe më pas për të drejtat e djalit të kaloj dhe të flas me ju, zoti Marsel, më mirë kupto. Atëherë, po. Unë dua të datës 22 se nuk po më hapen kamerat e sherit parë. Qartë. Nuk po më hapen kamerat e sherit parë. E tikën të 27-ës, përkërëje Sarandës ja kanë erë faqë djalit tim, unë vajtat e shefi krimve, e kërkova shefi krimve, me shenjat e kisha. Pe ka patur djallit tim, tikën atë mirë djallit tim në kërvatje fute brënda, pe ka panë djallit tim. Nuk miren shenja kisha tani, ka baruar ajo punë. Nuk flet do të një shef punë ka baruar ajo punë, ka shenja kisha, ka mjetë e punë. A është gjetur thika me cilin në shëruar? E kanë gjetur. E kanë djallit tim, kur e kishte djallit tim tikën e amorin adora. Me ati da i ti kishe bërë një qaret sa do të ishte ashua i kalitur me shkollë me të tëra, që sharite a i muri tikën i kuti 3 tika djallit tim. Mirë, zoti Marsel, unë të kuptoj shqetësimin tënë si prindër, po pa kuptuar ngjarjen nuk mund dalim edhe ke pretendimet tuaja. Më kupton? Se kemi dalë me njërë të pretendimet duke mos ditur ngjarjen. Po. Atëherë, edhe njerë, ju thoni që nuk janë hapur kamerat me datën 22 se si është goditur djali juaj, i cili ja u ka fshehur. Nuk janë hapur. I keni kërkuar, por nuk janë hapur. Nuk janë hapur. Atëherë, edhe thika që është përdorur me datë 27, nuk është bërë egzaminimi, thoni ju, dhe tashmë gjithë shka ka marrë fund. Ka marrë fund, çdo gjë është e mbyllur se kemi shtetë korruptuar. Shteti jonë është i korruptuar, si na policia, na gjyktatat e na prokurorat e na spitali, se nuk mund të do të mbaj me 3 thika e me 3 leva nuk të fëmin mëntori. Nuk bëbenin as ato të kokës, kërkova e kuptoj. Me pajir ma bën ato të kokës. Mirë, unë dua të ndaloj tek diçka tjetër. Ti vetë si prind bashkë me zonjën, si e morët vesh ngjarjen, plagosin e djalit, kush ju njoftoi? Këtë të dytën? Po, të dytën. Minim djalin telefon për të gënëm bukë, se hapi telefonin, se hapi një shoku djali telefonin, si këpa qep jorë ma tha, zbrare e s'këtu në stalë të Sarandës, dhe vajta për njëherë vajta të stalë i Sarandës.
Pra ju e morët vesh nga shoku. Nga shoku. Kur shkuat në spitalin e Sarandës, si ishte gjendja e djalit? Gjendja e djalit ishte shumë keq. Ata të krimve e rinin një kokë me letra e me sullatsa në dorë. Ne kuptoj. Ata e qepnin, ata deshin ta mirin në pjetë. I tha, qa bëni mu? I tha, shinin të rëtia posimi. Qartë. Megjithatë, spitali Sarandës ju çoi në Vlorë për ekzaminime të mëtejshme. Pse? Më qoj në Vlorë. Pse? Me çfarë arsyetimi? Për të ditur pse të mbajtje aq pak spitali i Vlorës, se nëse ti do qëndroje 2 ditë e gjysmë apo 3 ditë, mund të qëndroje shumë mirë në Sarandë. Pse? Çfarë kishte ndodhur? Çfarë nuk merrte përsipër spitali i Sarandës që ju çoi në Vlorë? Të ta të Sarandët më shuan marë për të bërë afërim djali që është e vërteta, afërim nuk ma bënë. E qartë, pra Saranda ju çoi për operim në Vlorë. Po, nuk kemi mjete këtu neve i ka Vlorë. Unë kërkova të vija në Tiranë, jo më të marë në Vlorë është më mirë. Okej, po në Vlorë bëri ndërhyrjen djali juaj, operacionin? Jo, fare. Pse? Është mirë më thamë. Pra Saranda ju çon në Vlorë për një ndërhyrje kirurgjikale, ndërkohë që ndërhyrja kirurgjikale në Vlorë ka thënë që nuk ka nevojë. Jo, s'ka nevojë më thamë për atë. Ku i ka marrë plagët djali dhe sa e rëndë është gjendja në këto momente që flasim? Gjendja e shumë e rëndë, të përvite në startë Sarandës, vajta e partije për të mëkuar plagët, s'kishte doktor. E kam pushita se shbariam, vajta ati e prapë, ikë më thama, më sajte për dita më thama, se nuk ka gjebë më thama, e dim në ato, për ishte një vajza, ati nuk ka djebë. Marë doktorin në telefon, jam pushim më thama, ajde nesër më tha për stop. E kuptoj. Nuk e di, dikush nga familjari i autorit, prindrit e ti ndoshta kanë mbritur në familjen tuaj, janë interesuar për gjendjen e djalit? Prindit kishin thënë, kur erdhën në Vlorë, kur i kisha ndjek kur unë në Vlorë, apo nuk erdhën në Vlorë. Kur vinë në shtëpi, në Vlorë, se më nxjerr spitali i Vlorës, më ishin mbledhur burazerët, Jeri, Vjera, Baxhenaku, më ishin mbledhur të tërë, më thanë pranoj. Unë s'kam gjemre prindë, i pranova erdhën këtu. Po. Erdhë bashkë me djalin tjetër i jati këtu Çorës. Po. Çfarë të bëjmë më tha mua? Çfarë të bësh, i thash unë sajre ka bërë djalit të tabim, dhe ka bërë 3 herë të tjera, tha 10 i jati me gojnë e tij. Pra e shere 5 se po e bërë me djalin tim, se e kapin e nxerin në shteti. 5 herë të tjera e ka bërë me djalin tënd kur, se po flet vetëm për 2 ngjarje 22-27 mars. Po, 2 herë ka bërë me djalin tim, 22 mars e 27, ka bërë 3 herë të tjera, me fëmijë të tjerë. Me fëmijë të tjerë edhe 3 herë të tjera, është hera e 5 që nga problematik pra. Po pse është në lirë? Në shkollë e kanë ndjekur nga shkolla, më tha papaj ti se kanë ndjekur nga shkolla se bërën mbledhje prindët e fëmijëve të tjerë se kishin probleme Covid në shkollë, e kanë ndjekur nga shkolla, nuk vete në shkollë këtë fëmijë. E qartë. Nuk vete në shkollë e përtorie Sarandës se nuk e di me qartë të drejtë e nxori këtë fëmijë, se kesh me probleme në Sarandë. Mirë, ju duhet dërgojnë mesazhe papapu. Pra është për sëritës, thoni ju, unë nuk e di se si ka qenë situata e 3 herëve të tjera, është përjashtuar nga shkolla për shkak të ankesës së prindërve. Po. Vetëm duhet të dim diçka, nuk është liruar, është në arrest shtëpie, edhe çështja është në gjykim. Gjithsesi, do flasja avokatja dhe psikolog. I kanë të drejtë për të vajtur në shkollë, të verë të luajë topi, ja ka dhënë gjitha përtorie e Sarandës, se nuk bëm ati, a ishë një vras. Këtu ka lidhje shteti drejt për drejt, ja bëmë se shteti ka lidhje drejt për drejt. Arresti i shtëpisë nuk është i tillë që ai të shkojë dhe të luajë me top. Arresti i shtëpisë. Ashtu shkruan, kjo Saranda vetë ashtu e ka edhe. Ka të drejtë të vere në shkollë. Ç'është të vere ai fëmijë në shkollë? Tani nuk do merremi me lajmet e portaleve. Gjithsesi, ky portal, nëse ka prova dhe fakte, ti nxjerri prova dhe fakte që ky nga arresti i shtëpisë, sepse nuk është mbushur 24 orëshi që është bërë masa e arrestit të tij. Kur ka dalë? Brenda këtyre 24 orëve ka dalë ka luajtur, se ju thatë është përjashtuar nga shkolla. Shkon në shkollë ky person. Nuk vete në shkollë, e kanë ndjekur nga shkolla. Po atëherë si shkon në shkollë me arrest shtëpie që thoni ju? I kanë dhënë të drejtën për të vajtur në shkollë. Shkruan prokuroria, se kanë edhe lajm Saranda, shkruan prokuroria ka të drejtë të vere në shkollë. Pra arrest me shtëpie, po ka të drejtë të shkojë në shkollë dhe ka të drejtë të luaj. Pra është detyrim paraqitje, jo arrest shtëpie. Nuk e di, për shumë më thanë.
Mirë, të mos merremi me çfarë të kanë thënë, të merremi dhe të jemi serioz edhe të lexojmë edhe deklaratën e gjykatës edhe të prokurorisë së Sarandës, çfarë ka ndodhur me këtë masë sigurie. Gjithsesi, masa e sigurisë, arrest shtëpie, do të thotë që është marrë një masë e lehtë apo e rëndë, do ta flasin specialistët pak më vonë. Të kaloj pak tek zonja juaj dhe më pas edhe tek djali për dëgjuar dy fjalë edhe nga djali. Zonjë, më dëgjon? Atëherë, do doja të di ati si nën me datën 22, kuptove diçka nga djali, ju tha që ishte në hall edhe në probleme me autorin për një vajzë? Jo, djali nuk më kanë thënë. Po? Në datën 22 djali ka dalë. Po? Po? Përballë ka dalë një vajzë. Dhe ka shefën. Dhe djali ka thënë shokut të vetë, se kjo vajzë është. Dhe vajza ka ofruar dashurin e saj, shokut nuk e di. Dhe aty ka thuar shefi, ka përnduar një tjetë, i ka thënë djali që për në tjetë, ka thënë djali që unë nuk ka parë të kishtë aty në kontakti me të vëndë në një tjetë, më provokoj për mund me ishqim dhe asë tjetër. Nuk është nevoja, i ka thënë djali që të tjetë për një vajzë, po, të talinë. Pra kvalifikacion dhe është marrëduar. Dhe po djali që i për në shku. Pak më më. Po? Dhe ai i zëtë të djali bashkë me shokin të. I zëtë rrugën djali bashkë vjen me shokin e ti, me një skuter, me lërë. Po? Shokë të tirë, me sikë. E shëlloj djali me 3 lërë. Po? Dhe me pishtin e titër, dhe i bëjë presionin, që nuk duhet të denontosh në politikë. Se ndryshe të të presion. Aty e merja djali në telefon, nuk në qonë në telefonit. Po? Unë nuk e dhja, është në shti e të se të të shti që të në shti. Po? Nuk të vonë më ka marrë një që okupej politikë në telefon, më ka thënë që djali në këtë në spital. Po? Dhe në shkonja atje, qa ka ndodhur i zemë, në tonë që djallë të rëduar nga shkallë. Po? Sepse kështu ishte të djallë, kështu ishte deklarojnë. E kuptoj. Para në një të. Po? Shkoj atje, e shkoj djallë në gjendëlet mirë, e mjekuan e qepa, e marri në pyetje tjere, në të përgjitore, mos ambulin në përgjit, jo i ta djallë, ishte në presion, atje. Po? Dhe ndërkohë unë nuk e vendruar të këndot në konflikt që të gjejnë pas, mos alim me të, sepse djali nuk është përfshirë asnjëherë në konfliktet të tilla, asnjëherë. Pra, nëse djali do kishte treguar të vërtetën me datën 22, nuk do kishte ndodhur kjo e datës 27. Për autorin dhe shokun e tij do ishte marrë masa. Po. Nuk do e linë me ta, do bënë një denoncim, dhe në datën 27, ka ikur djali në drejt. Po? Dhe ka thënë mami do bëmë të nërkujnë shoqën. Po? Ka vajtur djali, ka takuar shoqën. Po? Ndërkohë që ka dalë nga shoqja, Po? djali ai e priste në pallatin e korridorit dhe ka humbur djalin në fytyrë. E priste me thikë. Po? E ka lënë djalin aty dhe ka larguar. Ndërkohë djali ka qëndruar 20 minuta është larguar në në darkën kryesore. Dhe ka aty u ndodh një shoku të tij. Po? Kanë marrë telefonat ambulancë nuk e ka quar njëri dhe kanë marrë policinë. Djali ka shkruar në trotuar me gjatë deri 20 minuta. Po? E kanë marrë nga aty, ka vajtur policia, kanë marrë e kanë shuar djali në spital. Dhe aty, unë merja në telefon djali, merja në noqën, dhe unë dhja, të nuk ishtë asu më gjë, ma hapë qokë të që ju të rejndimë, dhe më thonë që djali është në spital. Ati kemi shkuar dhe kemi gjithë djali në gjithë të mirë të rejnë. E kuptojmë. Gjithsesi, ti si nën, si është situatën e djalit sot që ne flasim nga studio emisionit Me Zemër të Hapur? Situata e djalit nuk është mirë, është shumë keq. Djali ka dhe trauma, ka nevojë për psikolog, ka nevojë për një specializim për ta çuar në Tiranë me patjetër, se gjithë natën në bëngjum, gjithë ditën ka shumë vdekje, se nuk mund të dalësh nga spitali me 3 ditë me 3 plagë të marra në trup edhe në kokë. Tani, dua të di, çfarë thonë mjekët? Janë prekur organet e brendshme të djalit nga thikat që ka marrë?
Na kanë thënë që nuk është prekur organ. E qartë. Megjithatë, dhimbjet e tij vijojnë ende. Po, vijojnë. Ani thjesht ka marrë 2 antibiotik në gaboj dhe një qetu. Shkojmë deri në rëndësashme sepse tani nuk ka mjet në që ta vizitojmë djalin apo mërullin që ty është, edhe vetëm kaq. Mirë, unë do shkëputem vetëm fare pak, për hapësirën e parë publicitare nuk do largoheni, në pjesën e dytë do jemi në një intervistë ekskluzive me djalin tuaj, do të tregoj edhe ai detajet dhe arsyet e vet, ka dëgjuar prindrit fillimisht dhe në pranitë të tyre dhe të psikologës tonë do t'japin dëshminë e drejt për drejt në studion e emisionit Me zemër të hapur vetëm pas pak. Hapësira e parë publicitare dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do doja të flisja pak me djalin në këto momente, me 17 vjeçarin, i ka prindrit pranë, ndërkohë që asistohet në këtë studio edhe nga psikologja jonë klinike Eksena Qirici. Përshëndetje. Shëndetje. Do doja të dija si e me shëndet fillimisht. Je pak më mirë, apo jo? Ti dhe bashkëmoshatari autori që të ka goditur, çfarë njohje keni? Ti dhe autori, çfarë njohje keni midis njëri tjetrit? Thjesht njiheni. Po, do doja të dija, frekuentoni të njëjtën shkollë, të njëjtën lagje jeni? Jo. Po vajzën si e një, se kam disa mesazhe këtu që më kanë ardhur. Si? Vajzën që u bë edhe molla e sherrit. Ti ke njohje me vajzën? Jo, nuk kam. Nuk ke njohje me vajzën? As dikur, as tani? Po. Nuk ke njohje me vajzën? Po. Okej, se unë kam disa mesazhe, po do t'i lexojmë pak më vonë mesazhet. Të lutem, çfarë ka ndodhur me datën 22? Në datën 22 kam qenë duke ecur. Po? Më del kjo parë. Po? Po më shikon dhe keq. Po? I ta shoku, po kjo pse më shikon keq. I kam ande njëme më merë të imësora në telefon. Po? Ose kisha të gjuar telefon. Po? Merdi atje të bolia për të kalju. Po? Merdi atje më atua për me kokë të qërë. Po? Më ta më pëse më nga fure të dostë. Po? Ta shumë e më ta më në fure të shtë. Po? Më ta më bënde kodë, më ta shumë të janë më njënë të një të më. Po, a mundet, po? Pasaj do nga për ditë për në shtitë, Po? në dhja ty me një shok tjetër. Në dhja thikën, në dhja tjetër. Ti kur pe thikën ju kundër përgjigje, i thej diçka që atë e iritoj, apo ai të qëlloj pa asnjë lloj paralajmërimi? Më erdhën pas krave, këteva kokë më erdhën direkt. Jo, dua të di, a mundove ta sqarosh që ti dhe vajza nuk kishit asgjë me njëri tjetrin? Po, i tash. Çfarë tha? Më bënde akord. Edhe njerë se nuk të dëgjoj. Më bënde akord. Të lutem, a mund të afroni pak telefonin? Unë e di që ti nuk shfaqesh fare, por e kam të pamundur të dëgjoj qartë, se e ke larg telefonin. Po. Tani, do doja të ma përsërisi edhe njerë, kur i thej që vajzën nuk e njihet, çfarë të tha? Atëherë më dëgjon? Më dëgjon? Po. Çfarë, kur i thej që vajza nuk e njihet, çfarë të tha?
më bënda e kot se si maja më shumishtë, 1000 herë më ashtura. Shiko, sa të ka kërcënuar ty me datë 22 që ti nuk e tregove këtë ngjarje, edhe pse vajte në spital për të marrë një ndihmë, goditje me lev, por edhe goditje me thik. Ke pas goditje me thik? Me datë 22? Me pjesën e thikës. Po. Po si e justifikove në spital goditjen me thik me datë 22 kam rënë nga shkallët, mirë goditjen në kokë kam rënë nga shkallët, por thikën si justifikove? Ka qenë me bishtin e thikës. Si? Ka qenë me bishtin e thikës, jo me thikë. A, me bishtin e thikës, e kuptova qartë. Dhe ti gënjeve kaq mirë, sa që spitali i Sarandës e mori të mirëqen që ti kishe rënë nga shkallët, apo jo? Po, Mirë, pse nuk i tregove prindërve? më kërcënuan. Çfarë të thanë? Më kërcënuan në familja, në rasin të shtëpisë po vajtë në bëndës. E kuptoj. Sa veta ishin? 2 veta. 2 veta. Okej, me datë 27 çfarë ndodhi? Ku ke qenë ti? Kam qenë me dashur. Me të dashurën tënde, jo me vajzën që është mollë çerri. Jo, me E dashura jote është e dashura jote dhe vajza për cilën bëhet fjalë është një tjetër person. Po, Po, dhe në sy të të dashurës vinë edhe çfarë të thonë? jo, dola në e dashura. Si? Dola në e dashura. U shkëpute. Po, u shkëpute nga e dashura dhe ku vajte? Po zbrisja në palatin. Po, çfarë ndodhi? Më doli ky me thikë. Çfarë të tha? Shmë tha erdi ma futi direkt 3 me thikë. Po mirë, në qoftë se ti nuk ishe treguar nga data 22 deri në datë 27, për çfarë kishin herën e dytë ata kundrejt teje? Çfarë të thanë? Me thamë, me erdi për të një goditur. Thjesht për të goditur, ishte bashkë me djalin tjetër? Jo, ishte vetëm. Ishte vetëm. E kuptoj. Ku ndodhet zona që të ka goditur me datë 22? A ka kamera aty? Po, ka para grëndëri. Po, mua më kanë mbritur disa mesazhe. Ty përveç emrit që ke, të thrasin edhe në një emër tjetër, më duket. Jo, po. Po, sepse unë shikoj. Hej, emrin tënd që ti e përmende, që pa besi, ti kish vajt të kapte, po që bë, ku vajti, iku në Vlorë, ju qa barku direkt, se kuptojmë edhe mirë se çfarë duan të thonë. Ishe ti atje? Si, Tani, jo, pyetet në këto mesazhe. Mesazhet midis kujt janë? Midis vajzës edhe kujt? Ja ka nisë një vajzë tjetër, ky personi ky. Ja ka nisur një vajzë tjetër që me sa duket ishe dashura jote. Po sa vajza janë të përfshira në gjithë këtë histori? Pra ishe dashura jote, dashura që ti ke që u shkëpute, dhe ata kanë goditur dhe një vajzë të cilën ata mendojnë se ti e ke ngacmuar me datë 22. Si? A mund të më sqarosh pak çështjet e këtyre vajzave, sa vajza janë të përfshira? Sa vajzave në këtë muhabet? Këtë muhabet vetëm 2 vajza. 2 vajza? 2 vajza janë. A mund, po. Më fortë të gënjeva, një vajzë. Një vajzë, por çfarë lidhje është kjo vajza? Pse i kanë dërguar këto mesazhet kur pohohet që autori të ka therrur me thik? Ç'lidhje ka me eksin tënd, me ish të dashurën tënde? Jo. Po ku ka vajtur një Kam pas eksin. Flisa këtë djali, i personi 2. Po dërgoj mesazhin, aty do të thotë. Ja dërgoj eksin. Ekse është vajza. E kuptoj, pra ja kanë dërguar shoku tënd, apo jo? Mesazhi pse ka dërguar? Mesazhet, mi sqaro pak mesazhet, të lutem, se këtu autori ka pranuar që ka ndodhur jo në kapërcimet siç thotë gjykata në fakt, kur është dhënë masa e sigurisë, që ai është vetëm mbrojtur. Ti ke pasur thik? Jo, nuk kam pasur. Në këto mesazhe kuptohet qartë, pra në këto mesazhe kuptohet qartë që autori e ka pranuar autorsinë e tij dhe është mburrur në fakt se çfarë ka bërë ty. Po.
E qartë. Ti nuk e pasur thik, apo jo? Thika ka qenë e ti. E ke prikur thikën me dorë? Je mbrojtur ti? Jo, tik nuk kam prekur, si është kanë gjetë një shkop aty në shesh. Gjete 2 shkopa në shesh, e ke goditur, arritet ta godisje? Po e godita pas një makutin e ti. Okej, pra ti thua që shoku jote dhe ishe dashura kanë komunikuar ku autori ka pranuar gjithë shka, apo jo? Është personi ditë ty që e në thoshte. Po pra, personi dytë, shoku i ti, ka pranuar gjithë shka. Okej. Po, Shoku ti se e goditi me një, më falë, a i se goditi me një, ishte dyshim, ki po i dërgun të mesazhe. Po pra, po, e kuptoj. Mirë, kuptohet nuk e dia, këto mesazhe a i kanë shkuar edhe prokurorisë, policisë, por dhe gjykatës? Jo, brëm në darkë ja dërgova unë shefit tindë. Mbrëm në darkë ja ke dërguar ti shefit të krimeve. E qartë. Po, ja dërgova shefit të krim dhe brëm në darkë, unë e më kanë në takim për sot, o vetë e sot. Mirë, e qartë situata. Është e mjaftueshme regjia dhe me SMS-t, se dua të kaloj me njerë tek psikologja jonë klinike Eksena Qirici, të kuptojmë pak ngjarjen, se çfarë ka ndodhur në familjen Kalemi. Do të mundohemi të hedhim dritë mbi këtë ngjarje, sepse është protagonisti kryesor, së bashku, domethënë i plagosuri, viktima e gjithë kësaj ngjarjeje, për herë të dytë, se ka ndodhur një ngjarje e shpejt nga data 22 me datën 27, brenda 5 ditëve, gjithçka. Por nuk e di pse nuk është zbardhur kjo e datës 22 për të kaluar tek 27-a. E rëndësishme është që prindrit e autorit kanë shkuar për takuar prindrit e të plagosurit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në mesazhet që do japim. Përpara se të dëgjoj edhe komentin e avokatës zonjës Teuta Shkëmbi, pse është marrë kjo mas sigurie dhe a ka mundësi që pretendimet që jep familja Kalemi që vërtet është në arrest shtëpie, por mund të frekuentoj shkollën, por mund të frekuentoj edhe lojrat. Nuk e kuptoj këtë gjë. Gjithsesi, Eksen, me ty, çfarë po ndodh mes të rinjve? Po shihet që pra djali i cili është Se viktim... më pe, hajde se po më shohin, tani edhe këto vajza adoleshente që hajde më mbro se po më shohin disa djem, nuk arriti kuptoj. Ngacmimi në rrugë. Situatat janë të shkëputura e vis, por djali kupton pa që ka patur marrëdhënie dhe si rezultat i këtyre marrëdhënieve, dikush tjetër që të vëzhgon në një mënyrë apo në një tjetër, mendon që ti nuk mund të jesh kaq i fortë dhe kaq i mirë, dhe të krijosh lidhje të kësaj natyre pa marrë në shkëmbim këtë lloj kërcënimi që i ka bërë. Pra, kjo është ajo çfarë kuptohet në sipërfaqe në raport me marrëdhënien djem edhe vajza dhe dikush tjetër i cili ka një historik në raport me problemin në sjellje, sepse nga kjo kuptojmë pra që është një djalë i cili ka një jetesë, pra ka shkollën, ka marrëdhënie pa që i përputhen moshës dhe është një i mitur tjetër i cili është i përjashtuar nga shkolla, ka problematika me sjelljen dhe ende të rrugëve. Dhe çfarë bën rrugëve? Rrezikon pjesën tjetër të miturve që vazhdojnë një jetë normale. Dhe gjithë ky konflikt, ndoshta edhe xhelozi ndërmjet së njëjtës gjini, sigurisht tregon këtë lloj armiqësie derisa të... Shiko, pse kemi përdorimin e thikave së fundmi pikërisht nga adoleshent, nga 17 vjeçar kryesisht, por edhe nga mosha më të vogla, krahasuar edhe me ngjarjen që ka ndodhur tek shkolla Panoni. Kjo karakteristikë është kryesisht për djemt që braktisen, pra braktisin shkollën, braktisen nga familja, ende rrugëve dhe duke u ende rrugëve, sigurisht që ndjejnë më shumë rrezik. Pra arma është nevojë për të mbrojtur nga një rreziku. Po të marrim të mirëqenia se kush është autori sipas familjes Kalemi, është hera e 5, por 2 herë të fundit është me djalin e familjes Kalemi. Nëse ky është përsëritës dhe unë nuk e di a janë marrë masa se përjashtimi nga shkolla nuk është një masë disiplinore, ti mund ta pezullosh për disa kohë nga shkolla, por ati duhet i dhënë edhe ndihma, përjashtimi, ndoshta jep goditja që ta hedhim në rrugë dhe nuk është përgjegjësia jonë, pastaj rruga mund të prodhojë krime të tilla. Edhe kjo masë e shkollës nuk kuptohet. Nëse prindrit kanë pasur pak kënaqësi, të paktën të punojë me familjen e adoleshentit tjetër, ose me vetë adoleshentin. E vërtet, dhe kjo qasje që ne kemi për ta përjashtuar dhe për ta hedhur rrugëve,
pra të miturin, sepse paraqet probleme në sjellje, sigurisht rrit rrezikun që të dëmtoj të miturit e tjerë. Pra, kjo nuk është një qasje pozitive e jona, që ti e hedh të miturin rrugëve dhe pastaj ai të bëjë çfarë të dojë, sepse sigurisht nëse e hedh rrugëve, këto janë shanse që është larguar problemit, kështu i bie. Nëse janë vërteta, e ka spostuar problemin nga vetja, e ka lënë në komunitet, e ka lënë në shoqëri dhe si rezultat kjo prodhon gjithmonë, pra gjithmonë na ka prodhuar këtë lloj rezultatin. Nëse shkolla e braktis, e lë, sigurisht që mund të ketë arsyet e saj, por komuniteti jonë dihet që është individualist, nuk kemi i para viteve 90 ai komunitet që merrte në mbrojtje një adoleshent problematik dhe mësonte atë. Pra, as e kanë hedhur fare në komunitet, e kanë lënë në rrugë këtë adoleshent dhe nuk mund ta linin dot në rrugë për të prodhuar të tjera ngjarje. E vërtet, pra, shkolla ka evidentuar që ky djalë ka probleme me sjelljen. Ligjzbatuese, policia, prokuroria, gjykata, në veprat e mëparshme penale, se vetëm me familjen Kalemi, me 17 vjeçarin e kësaj familje ka 2 ngjarje të përsëritura brenda 5 ditësh. Çfarë ndodhi? Thjesht i ka mbetur inatit e para ky djalë, pra mund të ketë pa disa karakteristika, pra shoqëroheshmëria e tij me vajza, pa fakti që mund të jetë i pëlqyeshëm, pra mund të jetë një xhelozi ndërmjet të njëjtës gjini, pra që ky është një djalë i cili vazhdon shkollimin, ka marrëdhënie pozitive me vajzat, pikërisht kjo e bën ai duke qenë një person i cili e frekuenton rrezikshmëri në rrugë, sigurisht mund të bëhet më pak i pëlqyeshëm. Dhe kjo bën që ti ketë ngecur inatit në këtë. Po, a mund të merrte spitali deklaratën të mirëqenë të një 17 vjeçari që thotë jam rrëzuar nga shkallët, sepse duhet ishte spitali i Sarandës në bashkëpunim me policinë për të zbardhur ngjarjen dhe të vërtetat e këtij 17 vjeçari. Nëse prindi tenton ta besojë fëmijën për këtë element, sigurisht që spitali dhe doktorët dhe mjekët dhe shkenca e kuptojnë që nuk është e tillë. Dhe pikërisht ne vërtetojmë në fatkeqësisht në vazhdimsi. Nuk mund të vini re dot frikën e këtij 17 vjeçari, që ai ishte kërcënuar dhe nuk po tregonte të vërtetën dhe plagët sidomos të marra, me bishtin e thikës thot ai edhe me lev në kokë. Pra këto janë elemente që janë të dukshme, pa shko se ka patur edhe kamera dhe nuk është kërkuar, pra në përgjithësi, kur janë vepra që bëhen ndërmjet të miturve, nuk e di pse ne kemi tendencën të mbyllim kaq shpejt, pa u lumtuar dhe pa kërkuar për më tej se çfarë është duke ndodhur, sepse kjo mbyllje e pa kuptimt, neglizhenca që bëjmë ne, krijon mundësinë që ti të shkosh në aktin final. Pra, ne si shoqëri... Është neglizhenca apo pa aftësi e institucionit? Po neglizhencë, pa aftësi, pa të gjitha janë bashkë, nuk arrin dot më të kuptosh, në Shqipëri nuk arrin dot më të kuptosh kush është më e keqe, njëra apo tjetra, sepse në vazhdimsi ne shohim reagim të njëjtë, pra më duket më shumë si filozofi, ndaj ngjarjeve kriminale dhe shoh dhe një tendencë. Pra, duke qenë kaq e madhe tendenca ndaj agresivitetit dhe dhunës dhe vrasjes, atëherë ne lëm pjesën finale, pra që të ndodhi vrasja dhe pastaj ne të marrim masa. Po edhe mënyra se si janë qasur këto institucione edhe në ngjarjen e datës 27, ne pam edhe prindër të cilët të kërkojnë të drejtën e fëmijës së tyre. Por do doja të ndaloja përpara se ndaloja tek prindrit, se do dalim në hapësirë publicitare dhe kemi mundësi të diskutojmë edhe versionin e prindërve në pjesën e tretë. Vetë djali si të duk në rrëfimin e tij, se më duk shumë konqiz, shumë i prerë për të mos treguar detaje, për të mos nxjerrë detaje. Është karakteristik e kësaj gruposhë në fakt, për të treguar, për të treguar i kujdesshëm. Është karakteristik e gruposhës apo edhe i gjendjes në cilën ai ndodhet? Edhe gjendje, por është karakteristik për të mos treguar shumë detaje, sepse duke patur këtë lloj rrezikshmërie dhe këtë kërcënimi, mendojnë si të rritur që janë në procese sipër, mendojnë që dhe mund të zgjidhin vetë situatën, sepse niveli i tij i kërcënimit, pra prandaj të rinë kërcënojnë. Që të lënë vetë personat të zgjidhin. Por kjo për persona që nuk janë agresiv, që nuk mbajnë thik me vete, është e vështirë të menaxhohet sepse po flasim për të mitur që ndjejnë një nivel shumë të lartë rrezikshmërie. Qartë, unë duhet kaloj edhe një herë tek 17 vjeçari nëse më dëgjon. Më dëgjon? Po. Atëherë dua të di sot që ne flasim, që ke prindrit të pranë, që është bërë shumë mediatike ngjarja jote. A ke më frikë nga autori? Po, ka. Mbetet ende frika. Çfarë të ka thënë në momentin që të ka qelluar me datë 27? Shmu ka thënë, të mora hakun. Të mora hakun?
Po, Po që të mos tregoje, ta ka thënë? ti? Që mos të tregoje, të ka thënë me datë 27. Jo, zili ku me vrat. Mora hakun, se për çfarë hak ti ke një sqarim për këtë, kush është haku që do merrte ai ndaj teje kur ti nuk ishe treguar në 22. Kushti i vetëm i ti me datë 22 ishte mos tregoje. Ti nuk e treguar, çfarë haku do merrte ai karshi teje? Se di. Se di. Pra ti e përjashton faktin që mund të kesh ngacmuar të dashurën. Jo, se jam nga smuar të doshtë. Po ajo vajza pse kërkoi ndihmë tek i dashuri i saj? Kur ti nuk e ke ngacmuar apo shoku jot? I kishte thënë më nga smoj pari. Pra ajo vajza ka sajuar gjithçka. Po, Mirë, do ndalojmë edhe tek vajza dhe pse nuk merret në pyetje kjo vajzë, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Po, është në deri. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, po bie Zilja në këto momente, dua të flas pak me familjen e autorit. Po bën gati regjia në këto momente, të lidhemi me familjen e autorit, shpresoj që prindrit e tij të kenë diçka për thënë në studio. Ballafaqimi midis dy familjeve të dy 17 vjeçarëve, të paktën në këtë rast familja e autorit ka shkuar në solidarizim tek familja e plagosurit, tek 17 vjeçari i cili dha një intervistë ekskluzive për emisionin Me zemër të hapur në prani të prindërve të tij, por dhe të psikologës tonë klinike Eksena Qirici. Shpresoj që familja e autorit nuk po përgjigjet në këto momente, do ta provojmë vazhdimisht dhe do doja të kaloja fjalën tek avokatja jon, tek zonja Teuta Shkëmbi. Teut, besoj se është e sqaruar e gjithë situata edhe nga prindrit, të cilët shfaqën një lloj në fakt irritimi për shkak të mosmarrjes së masave si me datë 22 ashtu edhe me datë 27. Ndoshta arresti i shtëpisë për adoleshentin për autorin ka bërë që të sjellë edhe zemratën e tyre, por edhe sorollatjet nga një spital në tjetrin. Pra, Saranda e ka çuar në Vlorë për ndërhyrje kirurgjikale, nuk është bërë ndërhyrja kirurgjikale, por edhe masat siç duhet për të qëndruar në spitalin e Vlorës nuk kanë qenë ashtu si ata e kanë parashikuar dhe siç duket edhe gjendja e djalit, edhe ato do kërkojnë një ndihmë tjetër më të specializuar qoftë në Janin, qoftë edhe në Tiranë. Ti si e shikon këtë ngjarje? Duke e marrë në sikron që nga data Mund ta ngresh 22, zërin, po? prej datës 22 kur ka ndodhur konflikti i parë mes adoleshentëve, mendoj se që aty duhet i kushtoj më tepër rëndësi, qoftë edhe nga familjarët e djalit i cili është mbetur i dëmtuar. Pasi që ne nuk mund të bijem dakord me një adoleshent i cili thotë që këtë plag kaq të madhe, unë e kam marrë duke urrëzuar nga shkallët. Mendoj se duhet i kishin shtuar më tepër mbrapa. Edhe vetë spitali nuk mundet ta mbyll me fjalën e një adoleshenti i cili thotë që unë kam rënë prej shkallëve dhe kam marrë këtë plag, pasi spitali është i detyruar në momentin që vëjre që është paraqitur, jo vetëm një adoleshent, po kushdo që është paraqitur dhe ka shenja dhune, sepse të goditesh me levë në kokë, është e qartë që është një dhunje dhe nuk e rënë nga shkallët. Aq më pak kur është bërë dhe me pjesën mbrapa të thikës me leva, pra që janë element të cilët vijnë re dhe dukshëm nga një mjek i specializuar në një spital. Mendoj se vetë spitali duhet ta kishte raportuar një si gjendje në komisariat dhe ishte komisariati ai që qartësonte nëse ky adoleshent ishte duke treguar të vërtetën, vërtet kishte rënë nga shkallët apo kishte ndodhur diçka. Pra, ngjarja e 27-s duhet ishte parandaluar. Duhet ishte parandaluar, sepse çfarë ndodh? Ne shkojmë dhe paftësi institucionesh, neglizhencë patjetër, neglizhencë, paftësi. Edhe tek prindrit. Nuk mendoj se duhet të besojmë që një fëmijë ka rënë prej shkallët kur të paraqitet në shtëpi me ato plag. Megjithatë, i qëndroja faktit që gjithmonë duhet të ecim për t'i paralajmëruar dhe për t'i parandaluar këto ngjarje më të mëdha, pasi që fatmirësisht djali sot vërtet ndodhet në gjendje jo të mirë shëndetësore, por është gjallë dhe mund të kishin përfunduar edhe më keq, siç ka ndodhur edhe në rastin e shkollës fundin në Tiranë. Mendoj që përsa i përket arrestit të shtëpisë, ka babai me të drejtë është shqetësuar sepse ka lexuar në portale që i është lënë e drejta të shkojnë në shkollë. Kjo ka pak konflikt sepse duhet të sqarojmë a ky fëmijë është vërtet në shkollë, a është i përjashtuar ashtu siç pretendojnë, por unë nuk mendoj sepse që gjykata ka dhënë një masë të tillë. Unë mendoj që gjykata ka dhënë masën arrest shtëpie deri në qartësimin dhe mbylljen e hetimeve, por nuk kursesi nuk ka lënë të drejtë për të shkuar në shkollë apo për të shkruar akoma dhe më keq për të luajtur.
Nuk e mendoj këtë. Mendoj se babai duhet jetë i qetë nga kjo anë, sepse nuk ekziston asnjë llasi të precedent që një të arrestuar qoftë i mitur të leti drejta të shkojnë për shqetësuar zotin Marsel, nuk ka mas sigurie, arrest shtëpie për dhe të shkojnë dhe të luajtur. Edhe aktivitetet. Pavarësisht se çfarë ka nxjerr portali Sarandës, apo jo? Patjetër. Tani në çfarë ne dëgjuam nga prindrit dhe nga vetë djali. Po autori e ka shkelur këtë mas sigurie. Në momentin që shkelet masa e sigurisë, portali Sarandës nuk shkruan kot. Në momentin që djali e ka shkelur masën e sigurisë, edhe për të miturit, njësoj si për të rriturit, merret masa më e rëndë që është arresti me burg. Po. Pra, paralajmërimi është... Pra, në qoftë se do ta shkeli. Në qoftë se do ta shkelte. Po. Megjithatë këto i kemi në portale dhe nuk i kemi në burime të sigurta. Do ishte shumë mirë në dorë të kishim edhe vendimin e gjykatës se në çfarë bazash është referuar prokuroria dhe gjykata që kanë dalë në këtë konkluzion, por në atë ta kam dhënë deklaratën, ëh? Po, kemi deklaratën, po jo vendimin në të cilat ata. Jo vendimin, sepse sapo ka ndodhur, nuk është bërë 24 orë vendimi. Që të thuash që ka qenë në kushtet e plagosjes, kur ka qenë në kufirin e vetëmbrojtjes, do të thotë që ka prova. Ku janë këto prova? Ku është vetëmbrojtur? E kanë parë kamerat, ka pasur filmike që prokuroria ka dalë në këtë konkluzion që ka qenë për vetëmbrojtje, se me sa dëgjuam ne sot nga prindrit, por dhe nga vetë adoleshenti që është në cilësinë e viktimës, po thuhet që unë nuk e kam prekur atë thik, nuk e kam munduar të vetëmbrojtje me 2 shkopa, po nuk arrita ta godisja. Po, dhe nuk kemi qenë në kushtet e plagosjes për vetëmbrojtje siç prokuroria ka dalë në konkluzion. Djali thotë 17 vjeçari në intervistën ekskluzive që unë isha në pallatin e të dashur dhe zbrita poshtë. Aty unë qellova. Kjo do të thotë që ai edhe ka përndjekur. Kemi edhe një tjetër vepër penale siç është përndjekja. Paktën me sa kuptova unë. Edhe këtu dalim në konkluzionin që nuk jemi në kushtet e një vetëmbrojtje, se ndryshe do kishte shkuar viktima tek autori dhe jo autori tek viktima, siç është në rastin konkret, pasi e paska ditë që ka shku në X zonë, në X pallat dhe ka zbritur edhe nga shkallët e pallatit ku qenë dashura. A duhet bërë ekspertiza etikës për të kuptuar edhe shenjat e gishtave? Patjetër, kjo është prova elementare dhe prova kryesore në zbardhjen e kësaj ngjarje. Pra, unë mendoj që me të gjitha çfarë u tha dhe nga vetë dëshmia, që normalisht mendoj se përpara prindërve të tij dhe vetë prindrit e kanë pyetur, e cilëson dhe e tjetërson ndryshe këtë vepër. Pra, nuk jemi në kushtet e plagosjes për të vetëmbrojtur nga ana e autorit. Shiko, a do merret të paktën dhe nuk e dia është marrë nga gjykata gjatë momentit të masës së sigurisë edhe ngjarja datës 22, sepse gjykata duhet i kishte këto 2 ngjarje pavarësisht provave të këtyre 2 ngjarjeve. Sepse Spitali i Sarandës besoj dhe polici që ka shkuar ka marrë të dhënat dhe gjasme ose Gjoja pas ka besuar fjalët e 17 vjeçarit që ka mërë nga shkallët, duhet të jenë prova për gjykatën për dhënë masën e sigurisë për autorin, apo jo? Zakonisht në masën e sigurisë gjykata jep verdikt për atë çështje të momentit, nuk merr provat e mëparme, nuk e lidh më përpara. Ndërkohë gjatë hetimit gjyqësor, normalisht që i bashkëngjit jo vetëm ngjarjen e 22, po duke marrë edhe përsipër këto precedentet që kanë ardhur në lidhje me autorin, pasi u tha nga ana e familjarëve që jo vetëm në këto 2 raste me djalin e tyre, por në Sarandë ky djalë njihet si problematik. Dhe në qoftë se do të ishte e vërtetë që dhe shkolla ka marrë masën ekstreme të përjashtimit nga shkolla, me të vërtetë aty ky djalë është problematik, se siç u thatë bashkë me psikologët. Ka edhe 3 raste që nuk i përkasin. Patjetër. Pra, shkollat 17 vjeçarit Kalemi. Po raste të tjera me gjimnazistë të tjera, po me adoleshentë të tjerë. Pra, dalim në konkluzionin që autori është një person problematik, sepse vendime drastike të përjashtimit nga shkolla, normalisht shkolla nuk mund t'i hedhë në rrugë kaq kollaj, po kanë arritur në atë verdikt që me këtë djalë do të hasin probleme dhe vështirësi shumë të mëdha. E marrin pak në analizë dhe datën 22. Të paktën shoku i autorit ka pohuar te ishe dashura pikërisht që është qelluar mbi 17 vjeçarin Kalemi. Po, edhe ata... A do merrin për bazë këto mesazhe? Patjetër që do merren për bazë, këto janë edhe me... Se aty pranohet në mesazhe. Po, pranohet, janë edhe me fotot e tyre dhe nga rrjetet sociale të tyre. Megjithatë është për të ardhur keq kur shikon një gjuhë adoleshentësh që e quajnë kaq në mënyrë vulgare, thotë ja çau barkun, a shkoi drejt Vlorës se ju ça barku. Po edhe gjuha që ne kemi mbuluar. Po, edhe gjuha që kemi mbuluar është për të ardhur keq se si adoleshentët ecin në këto rrugë. Pra, e marrin si për krenari, pra dy vajza krenohen që ekset e tyre apo të dashurit e tyre i çajnë barkun njëri tjetrit. Pra jemi në një... Po edhe mënyra se si i drejtohen, ofendimet dhe bullizimet dhe fjalët fyese dhe denigruese për njëri tjetrin, por ajo që të bën përshtypje është që për 2 vajza nuk ka kursesi një prekje që dikujt i ka ndodhur një therrje. Po e thuaj me krenari, a tu therr eksi apo i çau barkun. Pra, edhe vajzat nuk kanë asnjë lloj pendese që janë bërë mollsheri për këta 2 adoleshentë apo shokët e tyre.
Edhe ndihma që ka kërkuar vajza në fakt e i dashuri që këta dy djemë po më shikojnë. Kjo është një indicje për sherr. Kjo është një indicje për Kjo është sherr. një nxitje. Duhet merret kjo vajzë, besoj, në pyetje apo jo? Patjetër, në momentin kur vajza di kaq të dhëna, sa u nis drejt Vlorës, ju ça barku e tjera, është një nga elementet kryesor. Çfarë rrezikon autori por edhe bashkëpunëtori i tij nëse do punojë ashtu siç duhet prokuroria e Sarandës? Patjetër, duke marrë në konsiderat edhe datën veprën që ndodhi 22 mars, edhe të datës 27, po edhe precedimet që ky djalë ka pasur, normalisht që ky djalë duhet të arrestohet. Dhe nuk mund të shpëtojë arrestit në qoftë se nuk është në kushtet e vetmbrojtjes siç prokuroria ka dalë në konkluzion. Masa e arrestit se arrest shëpje, pse kjo ligji për të drejtën penale për të miturit e cakton dhe të gjitha e caktojnë qartë që duhet të merret një masë jo ekstreme siç është arresti me burg. Pra, arresti me burg duhet të mbetet në kushtet e masave ekstreme dhe masa arrest shtëpie është parë si një nga masat që e arrin ta përballojë këtë situatë. Gjë e mirë, lehtësim që familja e autorit ka shkuar tek familja e Kalemi? Patjetër, kjo jo vetëm lehtësim dhe rrethan lehtësuese për djalin e tyre, por është edhe një mbrojtje e dinjitetit të familjarëve të viktimës. Pra, është një lloj lehtësimi thua ti? Kështu duhet të ndodhen në gjitha rastet, patjetër. Ndërkohë që unë po telefonoj në fakt edhe familjen tjetër, por nuk po e hap familja e autorit për mësuar diçka më tepër nga ai. Gjuha e përdorur në mesazhe, Eksena. Është dhe motivi i gjithë kësaj ngjarje, se është një motiv që nuk e di pse duhet përfundojmë në ngjarje kaq tragjike, në plagosje kaq të fuqishme. Gjuha e përdorur në mesazhe. Sepse fakti që i thot ka marr hak, pra do të thotë që autori mendon që ka patur të drejtë në goditjen e tij. Sepse sipas tij viktima e ka bezdisur në mënyrën se si ai është sjell. Gjithsesi, pra kjo mënyrë komunikimi, edhe pse jemi treguar të kujdesshëm nga cilësia e fjalëve, tregon një mungesë empatie, tregon që emocionet pozitive ndërmjet të miturve nuk po ekzistojnë më, dhe sigurisht kjo ka nevojë që të analizohet dhe të kuptohet. Pra, ne nuk do të jemi shoqëri përjashtuese që të miturit që shfaqin probleme në sjellje, ne i hedhim në rrugë, i bëjmë agresiv, i bëjmë akmarrës, që çdo gjë që ndodh në marrëdhënie me të tjerët, ata ta konsiderojnë sulm, pritje për ndjekje dhe tentativë për ta vrarë, sepse gjithsesi është dhe e rëndësishme është që shumë nga konventat që ne respektojmë ndërkombëtare, është e rëndësishme të kuptojmë dhe kontekstin kulturor. Pra, nëse ne të miturit i respektojmë për shkak të moshës, e rëndësishme është që paralelisht do të bëjmë analiza se si ka të miturit tanë po shfaqin probleme të thella në raport me sjelljen, sjellje antisociale, dhe normalisht nuk mund të respektohen të gjitha këto drejta ndërkombëtare vetëm të njanshme. Pra duhen të jenë të plotësuara me analiza sjelljesh të përsëritura. Pra nëse është një sjellje e përsëritur, të cilën ta konfirmon dhe shkolla, sigurisht që këtë mitur të cilën ti e hedh në rrugë, jo vetëm këtë djalin, jo vetëm djemt të tjerë, por mund të rrezikojë. Pse? Sepse këtë djalit ka arritur të instalojë frikën, dhe këtë gjë mund ta bëjmë me këdo, për thotë që unë jam i fortë dhe kushdo që ngecet me mua në çdo lloj marrëdhënie që mund të zgjidhet edhe me fjalë, jo me mjete prerse dhe dëmtuese, sigurisht që ky krijon kaos dhe panik. Është i mirëkuptueshëm frika që ekziston tek 17 vjeçari Kalemi, i cili tha po ndjem i friksuar edhe sot që flasim në këtë studio? Është sepse fakti që herën e parë nuk ka treguar dhe është tërhequr për shkak të kërcënimit, tregon edhe veprimin e dytë që ai sot ka frikë, sepse ai e bëri atë çfarë për të cilën ai e kërcënoi. Mendon se ka shoqërinë përjashta sepse masa e sigurisë është arrest shtëpia, apo ka frikën se mund të thyej arrestin e shtëpisë edhe për shkak të kësaj që ka ndodhur mund të percepitojë gjithë situata. Ndoshta mund të prodhojë ngjarje të tjera. Tashmë ai e ka plotësuar idenë që personi që e ka kërcënuar e bën realisht. Prandaj përgjithsisht sistemet korrigjuese të sjelljeve, në cilën janë dhe sistemet e vuajtjes së dënimit, pikërisht për këtë gjë shërbejnë, që personi i cili kërcënon nuk ka frikë, pra shfaq sjellje të tilla antisociale, ta frenosh në forma të ndryshme, edhe me izolim,
pra edhe me munges lirie, pikërisht që ai të reflektoj dhe të mos e kaloj kufirin e asaj çfarë ne po flasim sot, sepse ai e ka kaluar kufirin, e ka kërcënuar dhe më pas Dhe çfarë ndihme konkrete emocionale i duhet 17 vjeçarit, por edhe familjes së tij? Se nga ana shëndetësore, babai tha duhet të shkojmë për ndërhyrje më të specializuara, ndihmë më specializuar në Tiranë ose në Janin. Ti vet, nga ana emocionale? Sigurisht trauma emocionale është e madhe. Dhe në këtë moment sigurisht personi kërkon dhe synon që jeta e tij së pari të stabilizohet dhe më pas shfaqen elementet psikologjike apo elementet e traumës emocionale. Dhe trajtimi pra është e nevojshme që mbas çdo ngjarje të kësaj natyre të trajtohen për të analizuar, për të kuptuar që kjo traumë të mos lërë pasoja Dua ta pyes pak zotin Marsel. Zoti Marsel, më dëgjon? Do doja të dija, institucioni shkollës, ndonjë psikolog i bashkisë apo edhe i shkollës, ka mbritur tek juve? Kush nga institucionet ka mbritur në familjen tënde? Jo, të shtëpia jo. Tek shtëpia jo, po në spital? Jo, sa isha unë atje jo. As në Vlorë dhe as në Sarandë? Në Vlorë atë pesë në Fenerë në Vlorë? Në Vlorë ka marrë me oficer në policisë gjyqësore, një psikolog në kohë që kanë marrë deklaratë të djalit. Është tjetër gjë që deklarata e djalit është marrë në Vlorë apo gjëja së bashku me psikologen? Është tjetër gjë. Ndihma që duhet dhënë djalit. Asnjë s'ka. Atëherë, oficeri policisë gjyqësore e merr ka psikologen me vete për të marrë dëshminë e djalit, por ama kjo psikologe ose psikolog të tjerë nuk shkokan për t'i dhënë një ndihmë këtij 17 vjeçarit që ka përjetuar një traumë të tillë brenda 5 ditësh. Kjo tregon që kultura jonë e shfrytëzon psikologun ose figurën e psikologut kur t'i intereson. Dhe në momente të tjera nuk e vlerëson. Po psikologu i shkollës të paktën. Psikologu i shkollës... Shkolla e ka mësuar ngjarjen, se ka mësuar gjithë Shqipëria, jo më shkolla. Duhet të theksojmë me vizë që edhe spitali ka psikolog. Po, edhe spitali, po. Psikologu i shkollës nuk mund të ndërhyjë në një ambient tjetër se spitali. Atje s'ka doktor për të ndërhyjur. Si? Atje s'ka asgjë spitali sa nuk kemi doktor, kemi 3 ditë vete ka pushim me doktorin, s'ka doktor. Një të merr. Dhe do të thotë që pra ne nuk mendojmë në tërësi si t'i rehabilitojmë këta të mitur. Pra qoftë personin që është viktim, qoftë edhe autorin. Me autorin duhet ishin marrë dhe më parë. Shkosa ne nuk kemi konceptin e rehabilitimit, por nuk e di në fakt se çfarë koncepti kemi, sepse një çështje që mbyllet nga spitali shpejt, që mbyllet nga policia shpejt, që nuk merren shenjat e gishtave, më duket sikur në një që nuk hap kamerat, që nuk i dërgon një psikolog për të kuptuar, jo marrjan pyetjen pranit psikologut. Që këto janë elemente që në kulturat të tjera që janë tepër profesionale dhe nuk janë neglizhente, i zbatojnë këto procedura pa e nxitur vetë viktima apo me kërkesë, si shpesh ne e kemi. Pra janë procedura standarde që ndiqen pikërisht për t'i dhënë një vlerësim sa më real ngjarjes. Në këto kushte që kemi, mund t'japësh vetëm një këshill, ndoshta për prindrit, për mënyrën se si duhet ta trajtojnë djalin e tyre edhe këtë çështje? Unë e di që do doja që ti qëndronin sa më pak, ti mirë kuptonin shumë nga emocionet, pra mbasi të kaloj këtë rrezikun, sigurisht mund të shfaqë elemente të ndryshme të gjithë kësaj tronditje emocionale, ta mirë kuptonin dhe nëse do e shohin të nevojshme, sigurisht që ta çojnë edhe një specialist, sepse do ta ndihmoj shumë për rehabilitimin emocional. Faleminderit Eksente, Uta, ke një këshill ligjore për babain, çfarë duhet bëj ai tani? Unë mendoj, domethënë duke i dhënë një brenda korrizave, është që prokuroria akoma nuk ka dalë në mbylljen e hetimeve apo mbarimin e hetimeve. Pra, të gjitha ne sa tham që pse nuk janë marrë shenjat e gishtave apo çdo merak që babai ka, unë mendoj se duhet jetë i qetë, pasi prokuroria do bëj punën e tyre të duhur. Por përgjigjja që ka marrë zotëria në polici për mos hapjen e kamerave është që ato janë fshirë, nuk mund të fshihet brenda një jave kamera. Por policia çdo gjë e ka referuar prokuroria, është prokuroria ajo që do merret me këtë çështje, po merret dhe prokuroria mundet shumë mirë që këto kamera të rihapen. Babai po i paraprin, se kur janë bërë në momentet e para, unë kam besim të bëhen më pas. Dhe bën shumë mirë, po unë kam bindjen të plot që prokuroria do t'i hapë kamerat e patjetër. Ata vetë si prindër çfarë duhet bëjmë, se ndonjëherë prokurin duhet ta zgjojmë edhe ne kur jemi vigjilentë, se hetojmë dhe ne para
paralelisht me prokurorin ndonjëherë. Babai e ka thënë qartë në këto ditë, jo vetëm që i ka qëndruar pranë djalit të tij, po ai është përpjekur dhe ka ndjekur çdo rrugë të mundshme për të pyetur dhe për të interesuar për çështjen. Autori po thotë për vetë mbrojtje, ndërkohë që ne në këto momente nuk e kemi të qartë se kujt i takon fika. Pikërisht, përderisa nuk i kemi këto të qarta, edhe unë kam pak, si të them, nuk jam në kushtet dhe nevojat për të thënë atë që ka është me i drejta në këtë moment. Kam kamerat e datës 22, bëj ekzaminimet e fikës, kujt i takon fika kujt i takon fika, apo të gjitha provat e tjera, atëherë do mundet të shprehesha dhe më lirshëm dhe më qartë. Po një këshill, vetëm duhet të ruajnë qetësinë, kaq, asgjë më tepër. Patjetër, pasi duke marrë në konsiderat që dhe familja e djalit autorit ka shku tek taj, ka zgjatë dorën për një mirëkuptim dhe për zgjidhje sa më të mirë për të dyja palët. Zakonisht kjo është edhe një taktik që përdoret. Më një minut, flasdot. Po. Baba tit erdhi këtu, e çfarë më tha baba tit? Çfarë të tha? Çfarë më tha baba tit? Ato lekse ti marrë gjykata e prokuria, avokatet e shtetit, që lek e pagua në stal të Vlorës ti kam për t'i dhënu, në gjakun e djalit tim, nuk e shes me lek. Pra kanë ofruar para, po më thua? Tani na i the, se nuk na i Tani na i the, s'na i the më për para. Qa para, mos i marrë gjykata e prokuria lekët, kjo nuk ka bërë të ri, janë të korruptuar të tërë, dhe shteti jonë si korruptuar. Kjo nuk ka bërë të ri, dhe më përma gjakun e fëmis me lekë. Ata gjë nuk e pranoj. Primi nuk kanë faj, por nuk i takon dhe të thosë këtë fjalë, mos na i marrë gjykati e prokuria lekët e avokatit, po sa lek paguve ti në Vlorë ti kam për t'i dhe nunë. Si po shaunatës, nëm lek për gjakun e fëmis tim, të marrë lek për gjakun e fëmis. E 20 milion lek të pagu, e 50, e qitë mund datë më vetë fëmija mi, e dua të marrë shteti, të marrë masat porta për këtë fëmi. Se para një vite e gjysëm, a i kodit i djallin e kushërirës time, se ja falën. A ishtë djallë me probleme të të. Pra, edhe njerë, po, zoti Marsel. Masat të portat, ape kamat, sa a jere me nuk gjelli duke pira shashe kokaine, e rëjin. A ishtë një copë për zajtë këtu në Sara. E kuptoj, pra. A i të vrasë për një të tjerë, sot vrasë timin, nesër a i të vrasë të tjerë, të vrasë të portë në Sara. Absolutisht, zoti Marsel, absolutisht dakord me ty. Vetëm të lutem, thej diçka që na intereson edhe ne. Për para një viti e gjysëm, a i ka goditur edhe djalin e kunatës tënde? Djalin e kushërirës time. Djalin e kushërirës tënde? E po kjo është, kjo pastaj... Djalin e kushërirës time. Po atë për çfarë për para një viti? Po për çfarë? Po atë për çfarë e goditi? Atë goditi me lep në kokë e atë. Se më shikon ti mua, shikon të këtë bukuroshi se më goditi mua djalin me ti. Pra do të thotë, është një djalë problematik autori edhe përdoruesi i lëndëve narkotike, të kuptojmë. Faleminderit Marsel. A ishtë përmi me probleme në Saran, shteti të marrë masa të forta, unë e kam thënë e flas hapur, në kanalin të plus 24, e flas hapur, pesimori i gjykata a shteti, se ma nuk më vret të aje 3 fëmijë të testi, kam itur një qitë dhe 100 probleme. Unë masat të i marvet, i lutem shtetit të kaloj ligje të forta në parlament për këto gjëra. Falemderit. Këtu povritën brëmë drak u brëmë të tjerë me thikë në Saran. Marin që ta i bajnë a 2 vite i në shkurtës më i ma. Povritën që shumë ra i ma vriu Martin. Po, falemderit. Në të në të Saran, nuk ka bukë për kalamaj, që nuk pas ka bukë për kalamaj, të pi drogë, kokaina, heroin, e të vrasë momit rrugve, nuk ka, për të dëndur kjo. Të falenderoj zoti Marsel që të kisha drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Falenderit. Falenderit. Falenderoj dhe dy të ftuarat e mia, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur në transmetimin ton të drejt për drejt ditën e sotme. Mos harroni të na shkruani për ngjarjen e ditës, duke dhënë komentet tuaja në Facebookun ton, emisioni Me Zemër të Hapur, aty automatikisht kaloni edhe në faqen ton të Instagramit, por të gjithë ju që përveç komenteve të temës së ditës doni të denonconi rastet tuaja, na gjeni në këto rrjete sociale, në WhatsApp, Viber, Messenger, keni numrin e telefonit fiks dhe atë
celular në dispozicionin tuaj, me njëherë redaksia e emisionit Me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorues e rrjeteve sociale, dërgoni letrat tuaja, apo doni të vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë më takofshim.